Poezia tablo çamërie i Ilirian Dahrit paraqet me tone të forta tragjedinë dhe vuajtjet e shqiptarëve të çamërisë gjatë masakrave dhe dëbimit të tyre, duke sjellë pamje të dhimbshme të shkatërimit, vrasjes dhe dhunës, një dëshmi artistike e kujtesës historike. Sot vjen nga Lidia Dahri. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Lidia Dahri dhe sot do të recitoj poezinë e babait tim Ilirian Dahri. Sot jam gjithashtu edhe për nder të gjyshit tim Enver Dahri, që gjithashtu ka qenë kryetari i shoqatës Çamëria. Tablo Çamëria. Në fillim pikturo shtëpi të bëra shkrumbehi, njërin me flak, të tjerat me tym të zi përmbi. Trupa të shqyer nga thikat farepram puseve, mos harro fëmijët, as veshjet e çara të nuseve. Pleq mbytur në gjak, bajonet e futur në tru. Në dalje të fshatit, në kokë të ngulur mbi hu. Anë qark tablos një mbushullim me ullin vajës, jo si simbol të paqes, por si sfond të vajshëm. Një gjysmë minareje tutje një kryq të thyer, shkollën shqipe me dyer dhe dritare të shyer. Në qendër të tablos një burr me fustanell, lidhur me zinxhir në këmbë, në duar, në bel. Me ushtar të zervës që se marrin do të zvarr, lart, vëri të vërtiten dhe shpendet gabitqar. Kujën e një nëne që shpon dhe ret dhe qelin, e zot pikturosh do të pasaj, as dritën, as diellin.